marrë se si. Bujar, sa entuziast janë tifozët që tashmë po shihen edhe në atë pjesën ku po qëndron ti? Di që je me telefon, po kam shumë dëshirë të shoh edhe atmosferën që është në këto momente në pjesën ku po qëndron. Ori këtu janë duke mbledhur tifozët, për shkak se është moti me shi tifozët edhe kanë filluar të shpërndajnë vende duke zënë stri për shkak të kohës së keqe. Kjo është kryetari i FIFA grupit Dardanet Berisha, ish trajneri i Kosovës në basketball Arven Kasriqi. Ka një grup i tifozëve, është një vend këtu në cilin kanë lëshuar qysh prej mëngjesit këngë patriotike shqiptare për të motivuar, për të inspiruar tifozët për ndeshjen ndaj Slovakisë. Ky është vendi në cilin pritet për një gjysmë ore ashtu të mbushet plot me tifozë, sepse këtu kanë paralajmëruar rreth orës 14 të filloj grumbullimi. Këtu do të qëndrojnë, këtu do të këndojnë, këtu do të motivohen dhe do të bëhen gati deri diku rreth orës 18, atëherë kur bëhet gati ekipi, tifozët në mënyrë të organizuar, përmes forcave policore që të shkojnë deri te stadiumi, të organizuar në mënyrë që të largohen të shmangin çfarëdo lloj kontakti me tifozët e tjerë, tifozët slovak. Për shkak të mbase gjendjes politike ndërmjet dy shteteve, Slovakia nuk e njeh kombëtaren, nuk e njeh Kosovën si shtet. Më parë Slovakia ka ditur të bëj probleme edhe sportistëve me viza, tashmë pasi kjo është ndjekur, është larguar me januar ky problem, vazhdon të kemi ato probleme që po shpresojmë të mos i kemi sfokun ndërmjet tifozëve, për shkak se në ndeshje atje nuk po besoj që do të ketë. Pikërisht edhe për shkak të kësaj, cila është qasja që po kanë edhe slovakët edhe ndaj tifozëve shqiptar, atje edhe ndaj juve si media që keni shkuar për ta përcjellur? Po, është, deri më tani, mbase është herë, mbase është edhe për shkak të kohës së keqe, siç e përmenda, nuk ka ende një grumbullim të tillë, por e kam parë një paralajmërim, cilin e ka dërguar pak më parë Federata e Futbollit të Kosovës, edhe Dardanet, por edhe Federata e Futbollit të Slovakisë, të cilët u kanë bërë thirrje të gjithëve të respektojnë masat, të qëndrojnë së bashku në një vend, por ndryshe do të jetë e vështirë të bëhet sigurimi i tifozëve në rast se largohen nëpër rrugica apo në vende të tjera të cilat mund të sjellin incident, të cilat natyrisht po themi deri më tani nuk ka asnjë sinjal të asaj. A dihet, me qenë se edhe je në kushte je në kushte të vështira duke raportuar kam fjalën për shkak të motit lig edhe po ju shohim se jeni kështu me telefon. Dihet se me çfarë formacioni